A ka një kufi kundër hyrjet e policisë do t'ju detyronin të ndryshonit qasje? Dhe mendoni se nga veprimet e policisë janë të motivuara politikisht apo thjesht burokratike? Që janë të motivuara politikisht, s'ka që burokratësi të këtë policia, ku ne ja kemi quar shkresat sipas ligjit, dhe nëse do t'ishin burokratike, pse nuk ndodhin me të tjerët? Ju e keni parë çdo ditë të hënë që bllokohet bulevardi këtu për Partinë Demokratike? E keni parë ju që ja vendos çadra këtu për Partinë Socialiste vite më parë, që bllokoi bulevardi me javë të tëra e u bllokua mbi një muaj, që bëni grevurie? Po kur bllokonte Partia Demokratike me çadër bulevardin, po kur bllokonte Edi Rama rrugët me goma që i diqte dhe bënte vepër penale, pengonte njerëzit që të kalonin realisht për hallet që kishin. Pra këtu jemi duke folur me një sjellje jo proporcionale të një sistemi që nuk lejon asnjë njeri të lirë të flasë, asnjë njeri të lirë të veprojë. Hau i këtyre janë njerëzit e lirë. Këta nuk e kanë problem të vinë këtu edhe mira veta nëse janë pazar me liderët e tyre. Hau i këtyre është kur vinë njerëz të cilët këta nuk i kanë pazar. Dhe duhen ndalur me çdo çmim. Pra nuk na lejuan vendosim çadrat sepse duan që nga i ftohti ne të dorëzohemi dhe të largohemi. Qartë. Keni deklaruar se do të qëndroni në protestë sa t'ju lejojnë limitet biologjike. Nëse protesta nuk arrin të sjellë dorëheqjen e kryeministrit dhe asnjë qeveri tranzitore, cili është hapi radhës Adriatik? Hapi radhës është që ne do vazhdojmë të jetojmë si njerëz në një republikë jo demokratike. Unë në dorë ta thash një, kam veten e dona veten, volti veten, shoqëria duhet të reagojë. Ajo që po mundohemi të bëjmë është japim një shembull se si të rinë në këtë vend nuk duhet të jenë puthador, nuk duhet të jenë njerëz që i nështrojnë sistemit, nuk duhet të jenë njerëz që bëhen servil, nuk duhet të jenë njerëz që ikin nga vendi pa luftuar, po duhet të jenë njerëz që dalin. Rinia duhet dal këtu, brezi zë, kudo po bën namin, kudo në botë. Ne nuk mund të jemi një popull që na pëlqen kur e bëjnë të tjerët, por nuk e bëjnë vetë. Pra ne na pëlqen kur bullgarët organizojnë me muaj të tëra dhe finalizojnë me protesta masive dhe errëzojnë qeverinë, por kur del dikush këtu, fillojmë edhe ironizojmë, fillojmë bëjmë meme, fillojmë e tallim dhe justifikojmë mosdaljen tonë apo mungesën e guximit të gjithë secilit duke u kufizuar dhe duke e trajtuar në një mënyrë jo etike. Duam ne ndryshimin, po ja bullgarët, si bullgarët ta bëjmë. Duam ne ndryshimin, po ta bëjmë si grekët. Pse na pëlqen ne kur fermerët grek i bllokojnë rrugët, por ndërkohë fermerët tanë nuk gjejnë guximin ndalin. Pra nëse ne duam të jetojmë në një demokraci dhe në një vend normal, dhe pretendojmë se na shkelen të drejtat, duhet patjetër të luftojmë për ato të drejta siç luftojnë vendet e tjera, siç luftojnë bullgarët, siç luftojnë grekët, siç luftojnë francezët e me radhë. Ai qartë. Endri Shabani, me të cilën ju ishit në koalicion Nisma Shqipëria bëhet për zgjedhjet e 11 maj, tashmë është zgjedhur avokati i popullit, dhe ju ndër të tjera keni thënë sot në një reagim u shpërblye shërbëtori i sistemit. Në cilat veprime konkrete e bazoni këtë bindje? Po ju jeni dëshmitare se si zotria në fjalë kish vite që brithte studio më studio e pastaj me ne në fushat shesh më shesh, duke u thënë njerëzve që sistemi vjetër s'lejon garën, s'lejon meritokracinë e me radhë, që këmbët e Merimangës ishin Sali Berisha dhe Edi Rama, por ndërkohë në finale rezultoi që shkoi u propozua si kandidat me firmat e deputetëve të Sali Berishës dhe u votua si avokat populli me votat e deputetëve të Edi Ramës, të atyre që ishin sistemi që ky luftonte. Dhe ju e dini fort mirë që për këtë bllokoi vullnetin e 64.000 qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, duke mos lejuar që ai mandat të shkonte te i Zotit e ai që qytetarët kishin votuar. Ky është një pazar i madh i Edi Ramës me Sali Berishën për të mos lejuar mandatin më të madh të votuar në historinë e tranzicionit shqiptar, atë që Shqipëria bëhet me 64.000 vota, të shkonte në atë sallë dhe të luftonte për thënë vërteta që të tjerë nuk i thonë dot. Kjo e vërtet e madhe është tashmë e dukshme dhe keni parasysh ata që më dëgjojnë, kur kjo i ndos një lëvizje që ka vullnetin dhe mbështetjen e 10 mijëra njerëzve, imagjinoni ju çfarë ndodh me fëmijët tuaj, me të drejtën e tyre ku shkojnë në një institucion, ku shkojnë në shkollë, ku konkurrojnë, shkelen me këmbë, u mohohet e drejta dhe detyrojnë të ikin nga sytë këmbët nga ky vend. Kështu që kjo nuk është çështja e Adriatik Lapës.